Rreth 15 apo 20 raste në ditë me viroza të stinës janë evidentuar që prej dhjetorit e deri më tani në qendrën shëndetësore të Voskopojës. Mjekët thonë se bëhet fjalë jo vetëm për banorë të zonës, por edhe për turistë e vizitorë, të cilët kanë marrë shërbim pranë kësaj qendre. Kulmin e arriti në mes të muajit janar, fillimet nga fillimi i dhjetorit. Kemi pasur raste maksimumi deri në 15-20 raste në ditë. Këta jo vetëm banorë të Voskopojës, por edhe turistë të cilët vizitonin gjatë sezonit turistik Voskopojën. Moshat kanë qenë që nga fëmijë të vegjël deri në moshat e treta. Pra themi që kemi menaxhuar një viroz goxha të shtuar këtë periudhë, por është menaxhuar goxha mirë. Mjekja thotë se simptomat e para nuk duhen neglizhuar dhe pacientët duhet të paraqiten sa më shpejt te mjeku për të bërë të mundur që viroza të mos kalojë në komplikacione. Prezenca e tyre tek mjeku që në fillimet e para të simptomave është shumë e rëndësishme për mos ta lënë situatën të agravohet. Dhe kjo e thënë jo vetëm për pjesën e fëmijëve të vegjël, por dhe moshat e tjera që e neglizhojnë, me thënë të drejtën, pak fillojnë me mjekimet në shtëpi, duke zgjatur dhe një javë mos ardhin te mjeku. Pra, ardhja sa më herët sjell lirimin e simptomave dhe kalimin e episodeve më shpejt. Në kushtet e virozave të stinës, stafi i qendrës shëndetësore të Voskopojës ka kryer vizita të rregullta edhe në shkollën dhe kopshtin e këtij fshati, duke u kujdesur që të mos krijohen vatra infeksionesh te fëmijët apo stafi i mësuesve.